Domethënë ne jemi përpjekur dhe termat, të përdorim terma të butë, ndërkohë që ore e keqja e ka emrin e keqe. Nuk ka emërtimin se nga vjen. Nuk ka lidhje se kush ka qenë babai yt ose se nga e ke përjardhjen ti. Gjithë vinë prej Ademit në fund fare, edhe hebrejt, si racë, po edhe racat e tjera, cilat do raca qofshin ato. Njeriu e bën vepra e tij. Po këta njerëz kanë zgjedhur që vepra e tyre domethënë të jetë më të njerëzorja e mundshme. Allahu na fal. Wallahi nuk arrit ta kuptoj. Pra po flas, po bëj një paralelizëm, po them se si kurejshitët zgjodhën që o na ibn Muhammedin ta vrasin, pra kishin një synim. Ta vrasin edhe mbaron gjithçka, ose ju do të vazhdoni në këtë qëndrueshmërinë tuaj. Pra mblidhen nga ana anës të pushtojnë vendin, të shtypin, të nëpërkombin për më shumë se 70 vite me radhë, dhe vjen çasti dhe thotë jo, ne do e pastrojmë vendin komplet prej këtyre terroristëve. Nuk më duhen, domethënë, lëvizjet politike nuk më interesojnë shumë, të them drejtën. Por ç'lidhje ka politika në këtë mes? Ç'lidhje ka se të themi Hamasi apo një tjetër lëvizje qoftë politike apo ku ta di unë, ç'lidhje ka me ato që ndodh atje? Kush po vriten atje? A janë bi nënash, a janë bie nënash? Masakra, krime nga më të ndryshmet, të pa imagjinuar. Ka patur kriminal pa fund kjo botë, edhe do të ketë normalisht. Ka pasur njerëz pa shpirt kjo botë pa fund, edhe do të ketë normalisht. Mirë po, e kishin një kufi dhe e kishin një synim.